Ky ka qenë qëndrimi i qartë që në fillim, që ne nuk mund të jemi se jemi e para jemi forcë djathtë. E dyta jemi për herë kemi qenë dhe vijojmë të jemi pro investimeve tuaja dhe thithjes së investimeve tuaja në Shqipëri, në mënyrë të veçantë kapitalit amerikan. E treta, në momentin që vjen një investitor i këtij niveli kaq të lartë dhe me këtë lloj ekspozimi kaq të lartë, qoftë politik dhe qoftë mediatik në nivel botëror, siç ka qenë rasti i grupit të Kushnerit, patjetër do duhet të ketë transparencë maksimale. Patjetër, po pse s'ka pasur opozita një reagim të përdorur? Ka patur një qasje shumë qartë opozita, nga ana tjetër, nuk ka sot një shqiptar në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë që nuk e di që toka në Zvërnec, më saktë një pjesë e madhe e truallit mbi cilin diskutohet projekti, është në një konflikt gjyqësor prej vitesh e vitesh me radhë. Kjo është e vërtetë, një pak të qartë. Një minutë. Kjo është e vërteta disa nga pronarët e truallit kanë marrë paratë se u ka bllokuar zoti Dumani. Dhe ndërkohë që Artur Shehu, një eksponent i njohur i botës krimit, ndërkombëtarisht dhe kombëtarisht, rezulton pronar i pjesës dërmuese të këtij trualli dhe ka me 10 qytetarë dhe banorë që e kontestojnë atë titull pronësie dhe janë në përgjykata dhe pretendojnë që kanë probleme ligjore, është minimumi i minimumit që opozita mund kërkonte transparencë dhe minimumi i due diligencës që do duhej bërë qoftë edhe nga pala e huaj që erdhi në Nëse unë mendoj që ajo është bërë, po s'pa ka bllokuar lekët. S'mund të pengohet investimi në pasaj shkatrimit të zonave të mbrojtura, ligjit që u bë në mënyrë të posaçme për të shkatruar zonat e mbrojtura, që ne kemi 2 vite. Që kemi qenë. Unë personalisht jo. E di ti që s'ka flamingo atje? Jo, flamingo kanë lagunën e Zvërnecit, patjetër nuk mund ta mohojmë. Se kanë shkuar te kisha. Ka raportime të pafundme të flamingove dhe të specieve shumë të rralla, dhe që patjetër kjo do duhet kishte edhe një, shiko Elvi, shiko ku është problemi. Do duhet kishte edhe një diskutim shumë gjerë dhe dëgjesa shumë të detajuara me publikun, me ekspert mjedisor, me ambientalist për të sqaruar të gjitha avantazhet dhe dezavantazhet të qeverisë. Unë dua qasjen e vërtetë të opozitës, pra opozita mos ketë dy standarde. Mungesa e transparencës, dhunimi i qytetarëve, dhunimi i pronarëve dhe mos harro, në momentin që ne kemi qenë në datë 30 maj në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike ka ndodhur ngjarja ku një nga pronarët është marrë forcërisht dhunshëm, zvarr, ato nuk janë pronarë një protestues, le të dalin gjithë në publike. Kur një protestues merret zvarr dhe të riqet zvarr nga persona civil dhe jo nga forcat e shtetit. Dhe gjithë kjo protestë lindi nga ato flamingo, dhe nga policia e shtetit, dhe kur policia e shtetit qëndron dhe bën se hir dhe nuk reagon për të mbrojtur qytetarët e vet, këtu pastaj kemi një ngjarje që nuk mund të anashkalohet. Ka qenë një denoncim që është bërë live në atë moment nga Partia Demokratike, unë kam qenë ato momente duke folur në kuvend, kam bërë denoncimin live, të nesërmen është bërë protesta e parë para drejtorisë policisë Tiranës në Tiranë, ka patur masivitet dhe Elvi, ajo ka qenë, unë mendoj, pika që derdhi kupën. Nuk është vetëm ajo ngjarje. Bravo, këtu duhet të dalë. Nuk mund të na thoni që kjo protestë ka ardhur nga ca flamingo apo nga ca sherrë për prona. E 13 viteve arrogancë. Kur Durrësi mund të qe 100 fish më shumë se sa. Dhe i takonte të ishte edhe më shumë sepse u dha truall publik në vlerë mbi 2 miliardë euro. Dhe ju fal një pronari që sot tot jam nxituar. Kam bërë gabim dhe atë trualli ka rëshqitur 78 centim, jo 18 sa tonta. Por të ngelemi ke thelbi 13 vite arrogancë, vjedhje, shpopullim, keqpërdorimi i fondeve publike. Edi Rama solli në atë ngjarje që mjaftoi një tërheqje zvarr dhe u çua një popull i tërë në këmbë.